Guten Abend, ich heiße Elton. Und Sie? Guten Abend, ich heiße Hite. Aha, und wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 7 Jahre alt. Okej, shumë bukur. Do më thënë, kjo ich bin 7 Jahre alt, unë jam 7 vjeçar, apo? Do më thënë je 7 vjeçar. Si I thonë fëmijës gjermanisht? Fëmija? Das Kind. Si? Das Kind. Ashtu, das Kind. Po gruaja? Die Frau. Okej, die Frau. Gruaja, die Frau. Okej? Bukur. Po burrit, si I thonë burrit? Der Mann. Si? Der Mann. Të lumë, shumë bukur. Në më thënë, këto 3 nyje, der, die, das, gjermanisht vendosen para emrave, apo? Për të regu gjinin, apo? Për shembull, das Kind, fëmija, apo? Për fëmin, themi es ist mein Kind. Ai është fëmija jem. Ndërka që për gruan, ose për burrin shembull, themi ist mein Mann, ai është burri im. Sepse e ka nyjen der. Kur e ka nyjen dë erë, I referohemi me erë, er ist mein Mann. Ndërka që për gruan themi sie ist meine Frau. Ajo është gruaja ime. Apo sie ist meine Frau. Ose për shembull për nënën, si thua ajo është nëna ime? Sie ist meine Mutter. Ja, sie ist meine Mutter. Kete drejt, ajo është nëna ime. Po për shembull, si do thoshe ai është babai im? Ist mein Vater. Ashtu, po, kete drejt, ist mein Vater, sepse ai është. Do të thënë veç gjinia. Nëse është mashkull, I referohemi me erë, nëse është femër, I referohemi, do të thënë me zi, të lumt.